tani. Ne sapo dolëm edhe e morëm makinën, shkuam tek Old Town, që e kemi shumë afër me hotelin, edhe si përfundim nuk ishte asnjë vend parkimi, ishte plot. Desha këtë që t'jem komode edhe porosita i në kafe, sepse do s'ka pirë kafe. Hello, atëre make-upi është gati, më pëlqen shumë, e kam bërë shumë natyral, siç e shikoni. Kështu vendosa dhe maskën. Një tjetër incident, na erdhi kafja. Që diçka kërë që të e čudes për tvoju snagu, tvojo budupi reshljusku ne moqë. Që shumë bukur. Të kishe pus mu ka sa pus macet dhe isha ma i lumtur. Në 2 orë. Ankesa për lumturin. Në 2 orë që kemi bërë tur, unë kam harxuar 1 orë gjysmë duke prekur mace. Mirëmëngjes! Sot po nisim një vlog të ri, ora është 7 e mëngjesit për momentin, edhe kuptohet që kur unë jam zuar kaq shpejt dhe jam rrugës, diçka po ndodh. Do të shkojmë në një udhëtim të shkurtër në fundjavë në Budva. Do t'ju tregoj çdo gjë që do bëjmë aty, duke filluar nga ushqimet, çmimet, hotelin, çdo gjë. Dhe po më në fund një udhëtim, më kanë munguar udhëtimet. Unë më përpara kam udhëtuar shumë shpesh dhe besoj se kush më ka ndjekur e di. Po vitin e fundit duke qenë se dhe u shpërngula në Tiranë, edhe puna ndryshoi pak, le të themi kam qenë pak më ngarkuar se zakonisht. Nuk është se kam pasur shumë hapësira për televizor. Nuk po flas mirë bre. Nuk e di çka kam. Kam harruar të filmoj. Kështu, në Budva nuk kam qenë asnjëherë, edhe po e mendoja këtë tani. Më thënë sa afër është Malizi dhe nuk kam qenë asnjëherë. Ju ndërkohë mos harroni të bëni një subscribe edhe le të filloj ky udhëtim. Unë për momentin s'kam bërë fare make-up, sepse mendova derisa të arri, pra janë gati 4 orë rrugë, plus dogana, nuk e di sa do vonohemi aty. Se do vënojsh dogana se s'kema une. Do shkatër, po mund të ketë rast. Po qa rana se s'ka. Kjo vë pa dashje. Më ka dalë dhe një akne vogël këtu, ndoshta nga sikleti, sepse s'kam fjetur fare mirë. Unë kur jam për rrugë, kur kam një punë të rëndësishme ditën tjetër, nuk fle fare o njerëz, rri gjithkohë zgjuar. Edhe problemi i madh kjo pjesë. Gjithsesi, tani dua ta Jam për rrugë s'fle fare, sigurisht që më vegjel, para ekskursionit. Po, e kam me shumë kështu, me merak. Vet 2-3 alarm në mëngjes. Po si ku Imagjinoni, sot jam zgjuar me zilen e parë, që unë zakonisht e fik ato orën 5-6-7 erë, të habita. Habita, se dole direkt në kam. Direkt, po. I kisha bërë dhe robat gati aty, se çfarë do vesh. Kështu njerëz. Do t'ju hap pak më vonë pastaj kur të bëjmë pak make-upin. Të nëse dhe dukem aty, beso se dukem. Duhet të bëjmë rimeli, që kam marrë këtë rimelin kaf, është shumë e mirë këtë rimeli kaf. Ngjyrë nude, do përdor këtë shkëlqyesin e ri, edhe lapsin e vetullave, unë e përdor dhe të buzët. Ja, po e kam rënë. Gati. Ka filluar të më pëlqej shumë ky make-up i thjesht, që ka këtë tonin e ngrohtë tek syt, pak fare lapsëzi, rimelin edhe buzët dhe kryesore pa fondantin, pra nuk kemi përdorur fare fondantin, as se përfume ngjyrë, asgjë, thjesht concealerin për syve dhe kaq. Edhe kemi këtë rezultat.
Tani të shpresojmë të mos vonojmë shumë këtu tek dogana. Sapo kemi ardhur tek hoteli, jemi tek dhoma 306. Sapo kemi tualetin. Shumë cute, më pëlqen shumë, është fiks siç ishte në foto. Dhe duket goxha pastër, pas ka një pasqyrë të madhe këtu. Pastaj këtu kemi dollap për të vendosur rrobat. Edhe kjo është dhoma. Këtu është krevati. Këtu kemi një tjetër pasqyrë. Edhe të shohim dhe pamje, sepse e kisha zgjedhur me pamje nga deti dhe po. Kjo është pamja shumë e bukur. Jemi në katin e 3, në katin e 7 ka dhe pishinë. Po për momentin po bie shumë shi. Këtu ka edhe një kënd kështu. Shumë cute. Do ta shfrytëzoj në maksimum. Kemi dhe televizorin. Tani do lidhim dhe internetin dhe të gjitha. Ka goxha hapësirë. Nuk e keni iden sa po më dhem koka, sepse nuk kam pirë kafen sot. Edhe do dalim patjetër të pim diçka dhe të ham diçka. Pastaj do vim të rim pak në spa, të bëjmë pak relax kur i thon. Ne sapo dolëm edhe e morëm makinën, shkuam tek Old Town, që e kemi shumë afër me hotelin, edhe si përfundim nuk ishte asnjë vend parkimi, ishte plot. Kështu që u kthyem prap tek hoteli, lam prap makinën në parkim aty. Morëm bicikletë. Edhe morëm këmbët edhe po dalim më këmbë tani. Të paktën pushoj shiu, edhe s'besoj se do bjerma tani për momentin. Na deshi koha kur i thon dhe u hap. Këtu në Budva nuk kam bërë shumë kërkime, sepse siç ju thash kisha shumë pak kohë para se të nisesha. Por ajo që kam parë është që qyteti vjetër është më interesante për të parë dhe ka shumë lokale, restorante, më thënë është i bukur edhe për kontent, po është i bukur edhe për veçantin që ka dhe ato vjetërsinë e tij, le të themi. Kështu që do shkojmë atje fillimisht tani. Do ham diçka, do pi një kafe sepse më ka kapur koka shumë keq, jam vërtet keq, por thjesht ideja që jam diku tjetër, larg rutinës, nuk më bëj që ta ndjej kaq shumë, sepse po të isha në Tiranë, e sigur që do ta kisha bërë më dramatike tani, dhimbjen e kokës. Gjithsesi, deri tani na ka pëlqyer shumë. Edhe hotelin ja u tregova, i ka të gjitha, mezi po pres të shkoj tek spaja, sepse kemi të përfshirë në çmimin e dhomës edhe span, ku ka pishinë, sauna. Edhe të gjitha ishin brenda çmimit të dhomës. Unë do t'ja ulet tag hotelin, jo sepse është sponsor, po sepse vërtet më pëlqeu dhe është një sugjerim nga ana ime, nëse vini pse jo të shkoni aty. Kështu. Shihemi pak më vonë. Ne jemi në qytetin e vjetër, sepse pak më parë e kisha xhiruar me slow motion. Është shumë bukur, më pëlqen shumë, edhe ka një vibe, nuk e di, nuk e shpjegoj dot. Nëse keni qenë nuk kuptoni, jemi duke bërë një tur këtu, ndoshta do blem një gjë të vogël dhe pastaj të ulem në plan diçka.
dëgjoni pak të fundit. Ishim duke ecur, kudo në për rrugica, unë e vura re që ishte qetësi, po nuk më shkonte mendja. Edhe shoh një nga ato kafet që unë e kam rezervuar, e kam shënuar në listë për ta vizituar. Edhe thash, kjo është ajo kafe që kam mbajtur në listë për të shkuar. Edhe ishte mbyllur, thash unë që në kam mbyllur, edhe më thotë shoku im që jam të gjitha mbyllur, nuk e shikon. Sot është e shtunë faktikisht, po nuk e dija që ishin mbyllur të gjitha. Domethënë mund të ketë 2-3 dyqane, 2-3 lokale të hapura, pista tjetër janë të gjitha të mbyllura. Kështu që nëse vini në Budva, ju sugjeroj të vini ditë javës, sepse këtu janë bizneset më të mira, më të bukura, restorantet më cute. Kafet më cute, po pra, Old Town-i, po këtu janë gjitha më kryesoret. Po në qytet s'pas ka shumë gjallëri kështu prishi. A ulemi këtu të? Është si po do ulemi tani tam diçka. Përshëndetje prapë, sa po kam ardhur në zonë, edhe vesha këtë robe de chambre-in, si quhet? Robe de chambre? Robe de chambre. Vesha këtë që t'jem komode edhe porosita një kafe, sepse sot s'kam pirë kafe. Edhe do shkojmë në spa, do bëjmë gati për spa, si që thash tu ka pishin, edhe sauna, shpresoj që të na pëlqej. Dhe doja t'ju thoja disa përshtypje për Budvën. Atëherë, si qytet është shumë i bukur, pra qyteti vjetër plas, sepse atë vizituam ne. Ishte super i bukur, super i veçantë. Më pëlqeu shumë fakti që kishte shumë mace, sepse unë des për macet. Dhe ka goxha biznese, pra ka lokale, restorante, ishte plot. E vetmi problem, harova gjënin. E vet. I vetmi problem ishte se ishin mbyllur, pra në 100 biznese mund të ishin hapur vetëm 2. Gjithsesi, ne shkuam te La Mia Pasta, ishte diku aty sapo hyje tek qyteti vjetër, gjithsesi nëse doni të shkoni mund ta vendosni në hartë dhe ja u tregon direkt. Pra është shumë e thjeshtë për ta gjetur. Dhe aty i gatuamin pastat vetë, pra ishin të freskëta dhe bëra në moment, edhe çmimet ishin shumë të mira. Na ka kushtuar diku te 25, domethënë kola morëm edhe pasta. Unë mora me frutadeti edhe një pasta tjetër bolognese. Ishin shumë të mira, kremoze, edhe shumë pastër. Ishte ambient shumë i vogël, domethënë në pamje të parë nuk ta jepte atë përshtypjen që do ishin të mira, por kur i provoj ishin vërtet super dhe fatura siç e thash ishte shumë mirë për në krahasim me restorantet e tjera aty afër. Dhe shija ishte 10 nga 10, kështu që ja vlen. Nëse vini, mund t'i provoni, mund t'i merrni dhe me vete, sepse me sa kuptova ishte më tepër një lokacion ku ti mund të bëje porosit dhe ta merrje, sesa të rije dhe ta konsumoje aty. Por duke qenë se ne ishim shumë të lodhur, shumë të uritur, nuk ishim ngrënë fare, e hangrëm aty dhe nuk ndejtëm shumë, sepse ambienti ishte i vogël. Por shija ja vlente dhe ja u sugjeroj, mbajeni shënim La Mia Pasta. Pastaj do pinim një kafe në një nga ato lokalet aty afër detit. Por ishin plot, nuk ishte asnjë vend bosh, edhe po më dhënë shumë koka, sa thash më mirë po shkoj në dhomë, e marrim kafe në dhomë, qetësohemi pak, edhe të shkojmë në spa. Tani unë kisha bërë tjetër planifikim në mendjen time gjithmonë. Mendoja që do kishte shumë atmosferë, le të themi, por qyteti shumë i qetë. Tani, si ditë e shtunë unë e mendoja ndryshe, sepse zakonisht njerëzit në fundjavë dalin më shumë, edhe planifikojnë udhëtimet e tyre ose bën diçka ndryshe. Si po bëhet kjo zhë? Është aspiratori. Dhe fakti që nuk ka shumë njerëz nuk më pëlqeu. Domethënë kjo është nga anët që nuk më pëlqeu. Dhe çfarë do bëjmë sot në darkë? I bie vetëm të shkojmë në spa edhe të shikojmë Big Brotherin pastaj, nuk e di.
Nuk e di se çfarë do të bëjmë. Duhet të kontrolloj edhe një herë në qoftë se do gjej një lokacion ku mund të shkojmë në darkë për të pirë diçka. Në qoftë se do ketë hapur gjithmonë. Tani do shkojmë në spa. Jemi bërë gati. Ja ku jemi përsëri, sapo kemi ardhur në dhomë edhe bëra një dush, jam veshur. Do t'ja tregoj pak më vonë outfitin. Do bësh shpejt një skincare, sa për të qenë lëkura pak e hidratuar. Sepse do ikim, ku e kam lënë atë? Sepse do dalim pak, besoj do dalim sa për të ngrënë diçka, se nuk besoj se do ketë diçka tjetër për të bërë, duke qenë se ishin mbyllur siç u thash. Po vendos pak skincare. Them të vërtetën, më ka relaksuar shumë ajo spa, edhe aty më erdhi shumë gjumë. Prandaj thash çau tula, sepse po të zej gjumin. Doja t'ju flisja pak për spa në fakt. Kishte pishin, kishte sauna, dushe normal dhe banjë turke, të cilën unë nuk e kisha provuar më përpara, sepse në sauna në pishin normal që më ka rënë rasti që të jem, ndërkohë që në banjë turke nuk kisha qenë ndonjëherë. Edhe ishte vërtet e lezetshme. Vetmja gjë që nuk më pëlqeu, si një njeri që jam njeri plevitosur nga natyra me pak fjalë, kam shumë ftohtë, pishina e kishte ujin të vakët. Do të thënë, për mua uji ishte i ftohtë, por faktikisht në të vërtetë ishte i vakët, ishte mjaftueshëm, i përballueshëm, do të thënë, nuk është se ishte akull, po për mua që kam shumë ftohtë dhe nuk e duroj dot, ishte i ftohtë dhe nuk kam hyrë fare në pishinë. Thjesht futa pak këmbët, edhe thash pastaj lere fare se nuk është për ty. Edhe kështu që zgjodha të bëja atë banjën turke, e bëra 2-3 herë, sepse normal nuk e duron dot shumë. Kam denjtur gati 10 minuta, do të thënë 2 herë nga 10 minuta dhe kaq. Ndërsa në sauna hyra vetëm një herë më duket, apo 2 herë, nuk e mbaj mend. Më duket se hyra vetëm një herë, po ndente pak më shumë në sauna. Ndërsa banja turke ishte më intensive, më, nuk e di, ishte shumë nxehtë, nuk e duroja dot. Me thënë, hall nxehtë, hall ftohtë, nuk di si ta shpjegoj. Gjithsesi mos qesh. Gjithsesi u qetësova shumë, por, ka gjithmonë një por, koka nuk më ka lënë akoma, dhe pse piva kafen, edhe me sa duket duhet të marrë qetësus, po unë qetësus nuk kam marrë me vete, si radhë herë ndodh. Kam marruar që të marrë qetësus, dhe po, kam dhimbje koke, ndërsa kam pak më të lehtë tani që bëra spa, më ndihmoi ajo nxehtësia, sidomos sauna, por përsëri e kam dhimbjen e kokës dhe siç duket as kafja nuk më bëri efekt dhe as një gjë, ndoshta do dalë të marr diçka në farmaci dhe të shohim nëse do më qetësoj që të jem nesër mirë të paktën, se sot iku si iku. Kështu. Skincare është gati, tani do thaj flokët dhe do bëhem gati të bëj pak make-up, shpejt e shpejt. Do më thënë do bëj make-up tamam se dua të bëj dhe disa foto këtu tek dhoma, ta shfrytëzoj, edhe pse ora faktikisht ka shkuar 6:30. Na iku dita, nuk e kuptuam fare. Gjysmë ditës iku rrugë, gjysmë ditës jo që ke një, edhe iku, nuk e di as ku do shkojmë fare, po shikonim disa opsione për të ngrënë, po të them të drejtë nuk kam shumë uri tani për momentin. Ndoshta do kem më vonë, po kështu. Gjithsesi ja vlejti të shkëputeshim. Kishim nevojë për këtë. Ika tani të faj flokët dhe shihemi pak më vonë kur të mbaroj dhe make-upin, t'ju tregoj pak edhe outfit.
Hello, atëre make-upi është gati, më pëlqen shumë, e kam bërë shumë natyral, si që shikoni. Paka shumë se ai që bëra në mëngjes, pra nuk përdor fondatin, vetëm kontur, pak blush, buzët edhe syri shumë i pastër. Veshja është pak ekstra, është kjo këtu, si që shikoni. Tani, të them të vërtetën, unë kisha planifikuar që do shkonim diku për të pirë diçka ose ndoshta me muzikë, gjë që nuk do të ndodhë, dhe ndoshta kjo është pak si shumë për tani për të dalë thjesht për një darkë, po duke qenë se jemi në udhtim, s'ka problem, do ta kombinoj me këto takat, janë kështu, duken pak si të larta, por në fakt janë shumë të rehatshme, edhe besoj se e thyem pak që të mos jemi vetëm me të zeza. Flokët i kam shtrirë komplet, edhe dukemi kështu. Tani do bëj disa foto këtu në dhomë, do ta shfrytëzoj pak, duke qenë se është goxha estetike, siç më pëlqen mua. Dhe do dalim, do t'ju marr me vete, nuk e di se ku do të shkojmë, nuk e kam fare idenë se ku do të shkojmë dhe çfarë do të bëjmë, por nuk besoj se do rim deri vonë. Mendoj se kam nevojë të pushoj, duke qenë se te koka nuk po më qetësohet, do marrë do një qetësues dhe do kthehemi shpejt në dhomë. Po ndërkohë ika se duhet të bëj pak content. Okej, ne tani do dalim, unë sapo jam bërë gati, si që thash. Vesha këtë partesyn, shpejt, të shkojmë të anë diçka, dhe fotot dollën super bukur. Në qoftë se nuk më ndiqni në Instagram ne keni këtu anë dhe mund të më ndiqni. Ndërkohë, shikojni gocën tuaj, i shtriva flokët në mënyrë më të mirë para se të dite. Shikojni pak si kam tani. Pse? Sepse sa dolla zuri shi. Unë e mora çadrën, por ja, si kemi përfunduar. Tani do heq pak make-upin, edhe pse më vjen shumë keq, se më pëlqen shumë sot si ka dalë, shumë natyral. Edhe do vendosim një nga këto maska për gjumin, do t'i luaj edhe flokët me këto locionet, edhe fundja do t'i rregulloj nesër. Tani nuk e di nëse do t'i shtri nesër apo do bëj ndonjë onde, por forma që kanë marrë nuk besoj se do bëhen të drejta ashtu siç do dua nesër, do prish planin. Po gjithsesi, siç e shikoni, floku ka shumë shkëlqim, që u kam filluar të përdor këto produkte, është zgjatur, edhe nuk e di. Jam shumë e lumtur sepse edhe pjesa e yndyrës është balancuar mjaftueshëm. Kështu që tani të heqim këtë make-upin edhe të vendosim një maskë. Shumë kam qenë i mbyllur, është shumë e vështirë për Kështu vendosa dhe maskën.
nga dita tjetër, sa po kemi ngrënë mëngjesin, si që të regova pak, bëra skincare-in dhe të gjitha. Dhe tani do të bëhem gati, sepse sot do të shkojmë për në Kotor, duke qenë se është këtu afër, vendosëm që të bëjmë një vizitë shpejt edhe në Kotor, kështu që do bëhem gati shpejt, do t'ju tregoj dhe ju outfitin. Dhe kështu kam fjetur shumë e lodhur, por prapë më doli gjumi shumë shpejt. Do më thënë, në orën 7:30 ishim zgjuar dhe kjo është shumë e mirë, sepse kemi ditën para tani. Do përfundojmë këto gjërat e fundit që kemi këtu në dhomë edhe do të nisemi për në Kotor. Ndërkohë ju mos harroni të bëni një subscribe, sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanali. Ne dje ngelëm praktikisht rrugëve, shkonim sa andej këtej dhe nuk po gjenim se ku të hanim. Edhe kemi ngrënë këtu afër hotelit, shpejt, unë mora një salat. Ç'a more ti? Qofte, po. Gjërat vogla, do me thënë, do një gjë wow. Çmimet prap nuk është se ishin mesatare. Nuk ishin shumë lirë. Shumë lirë nuk ishin mesatare. 1 lek, 12 euro i pja. Për shembull, sallata Cezar ishte 11 euro. Është mesatare si çmim, por 12 euro ishin qofte. Po, por për shembull sallata ishte shumë e bollshme, ishte plot me pul edhe unë për shembull kam ngrënë vetëm gjysmën, se nuk e mbaroja dot të gjithën. Ishte për 2 persona, nuk. Tjetrën e hangri muçi. Tjetrën hangri zotëria. Si dukem kështu si çuditshëm. Erdhi kafja. Një tjetër incident, na erdhi kafja, edhe dje morëm kafe, të njëjtën lloj kafe, pra nuk është se ndryshuan porosi. Edhe dje kemi paguar 3,50 euro, na i solli në dhomë, okay, paguam kesh, edhe tani që erdhi prap kafja, kamarieri kishte ngatëruar mënyrën e pagesës, sepse zakonisht të pyesin në telefon nëse do paguash kesh apo do paguash me kartë. Edhe ne preferojmë më shumë të paguajmë kesh. Dje paguam kesh, paguam 3,50 euro, ndërkohë që sot që erdhi kafja dhe e kishin shënuar gabimisht për ta paguar me kartë, ishte 9,50 euro. Me thënë, imagjino diferencën, dhe shpjegimi i tij ishte që 3 euro është shërbimi i dhomës. Ndërkohë që dje i solli po në dhomë kafet dhe mori vetëm 3,50 euro për të dyja kafet. Nuk e di domethënë. Gjithsesi. Ndodhen edhe këto, tani unë sapo u nisëm për në Kotor. Tani unë jam veshur kështu me gri dhe me zezë, po bëra një reels për në Instagram dhe harova të hap kamerën t'ja u tregoja outfitin. Nuk është shumë larg, është vetëm gjysmë ore, prandaj vendosëm që të shkojmë sepse ja vlen për gjysmë ore, s'është ndonjë largësi e madhe, distancë e madhe. Dhe po Скидка силама овдje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka. Pikë s'ka ka. Marrë me vete. Kjo është shumë e bukur. Yllim. Kanë ngel aty që ka kohë Skënderbeut.
Po janë, si janë moj? Janë bronzi moj, janë të neqe. Ju ka ndryshk. A ndryshket robat? A Sofia? Ndryshken robat? Nuk e di atë ndryshk. Që do të paguaj? Në qoftë se ti më paguar 1.000 euro në një palë pushime, pra përveç se do më çosh në pushime, do më japësh në 1.000 euro, që të mos bëj video dhe foto. Që të vim pa kamera dhe pa telefona me vete. Si. Vazhdo fol keq. Është më zitër Mati. Më zitër. S'ke lanë mace pa pus moj. Të më kishe pus mu ka sa pus mace do isha ma i lumtur. Në 2 orë. Ankesa për lumturin. Në 2 orë që kemi bërë tur, unë kam harxuar 1 orë gjysmë duke prekur mace. Duke i pusur moj, se ti kishe prek halal. Duke i pusur. S'ke prek. S'ke prek. Da, gja. O jeta ime ti. O jeta ime ti. O jeta ime ti. 14% kamera. O jeta ime ti. Varja. Atëherë, bateria është gati në përfundim dhe ne sapo u larguam nga Kotori, tani ka zënë shi, kaluam shumë bukur, për mendimin tim Kotori është më i bukur se sa Budva, do më thënë e shijova më shumë dhe më pëlqeu më shumë, dhe kishte më tepër gjallëri, pra në qoftë se do ju duhet të zgjidhni, unë do sugjeroja më tepër Kotorin. Çdo gjë ishte super, kemi pirë vetëm një kafe, edhe ka shkuar ora gati 2, kështu që do largohemi tani, sepse kemi rrugë të gjatë, dhe nuk e di ku do ndalojmë për të ngrënë, do ndalojmë diku rrugës. Gjithsesi kjo ishte gjithë eksperjenca ime në Maltëzi, pra në Budva dhe në Kotor. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer shumë kjo video. Mos harroni të bëni një subscribe, sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Dhe shpresoj që t'ju kem ndihmuar sa më shumë me sugjerimet e mia. Bashkë do shihemi në një vlog tjetër. Ju puth dhe shumë faleminderit që mendoj që